por kemi një fe e cila është gjithëpërfshirëse dhe është mesatare. Siç është krijimi i Zotit gjithëpërfshirës dhe ekuilibruar, ashtu është edhe feja e Zotit të gjithësisë. Një fe që ka bashkuar shumë mirë mes tokës dhe qiellit, mes kësaj bote dhe botës tjetër, mes trupit të njeriut dhe shpirtit të tij, dhe ka vendosur Zoti edhe një element që është mendja, e cila ruan ekuilibrin mes trupit edhe shpirtit. Prandaj edhe fen duhet ta shikojmë në këtë këndvështrim. Të gjitha, mendoj unë, shqetësimet apo debatet që duan të krijojnë njerëzit, nëse i shikojmë në atë spektrin e gjithëpërfshirjes dhe të ekuilibrit, ne do të dalim në një përfundim që është i hajrit. Debati në mes lokales dhe universales, në mes milletit apo ummetit, në mes fejes apo kombit, nuk është debat që njëra e zhbën tjetrën, po është plotësuese, është ekuilibruese. Në mes asaj që kemi këtë fe, këtë mision kaq të madh, që është për ne shumë i rëndësishëm, me këtij kombi, këtij vendi, kësaj gjeografie që na la amanet Zoti i gjithësisë. Ne mundemi ta kuptojmë drejt të ekuilibër dhe mund të japim përgjigje që janë të rëndësishme jo thjesht për ne, por edhe për njerëzit tjerë.